do të veçoja për shembull rastin e një pacienti të ri që kishte një pankreatit akut të komplikuar, i cili pavarësisht se ne luftuam për Çfarë moshe? ishte 42 vjeç. Okay. Pavarësisht se ne luftuam fort me të gjitha kapacitetet dhe mundësitë që aso kohë kishim, nuk ja dolëm. Dhe situata ishte mjaft e ngarkuar, që më them të drejtën, psikologjikisht një lloj nervozizmi të brendshëm sepse i kishim shterruar mundësitë mjekësore dhe pavarësisht kontekstit nuk arritëm ta fitojmë pacientin. Ky është një gjë që më ka mbet mendje, por siç ju thash, raste të tilla ka shumë sepse përditshmëria jonë lidhet fort me kirurgjinë e madhe, me kirurgjinë që për vetë smundjen, por edhe për traumën kirurgjikale që ne i japim pacientit, shkojmë në ekstremet e kapacitetit të organizmit për të rezistuar në mënyrë që të mund të fitojmë diçka nëpërmjet terapive tona që shpesh janë agresive dhe për pasojë kena të bëjmë me këto lloj gjërash shpesh.